pasuria provë apo bekim? Ajo është dëshira më e vjetër e njerëzimit. Benzina që vën në lëvizje motorët e kësaj bote. Pasuria. Kujtojmë se ajo blen lirin, sigurin, pushtetin dhe lumturin. Por, a keni ndaluar ndonjëherë të mendoni se ajo që mbani në xhep mund të jetë ose çelësi i xhenetit, ose litar që ju tërheq drejt humnerës? Në epokën ku njerëzit maten nga ajo që zotrojnë, Islami vjen me një pyetje që tronditi themelet e logjikës sonë. Paraja që ke në dorë, është dashuria e Zotit, apo është dënimi yt më i rëndë? Pasuria në vetvete nuk është e mallkuar. Kur ajo bie në duart e një zemre që njeh Allahun, ajo shndërrohet në një dritë jashtëzakonshme. Ajo bëhet një mjet për të fituar përjetësinë. Profeti Muhammed a.s. e ka vlerësuar lart këtë lloj pasurie kur ka thënë: sa pasuri e mirë është ajo që është e saktë dhe e pastër, kur ndodhet në duart e një njeriu të devotshëm. Kur ti ushqen të varfrit, kur ndërton një xhami, kur ndihmon një të sëmur, pasuria jote nuk po paksohet. Ajo po transferohet në llogarinë tënde të vërtet, në llogarinë e ahiretit. Për këtë lloj pasurie, Allahu thotë në Kur'an: shembulli i atyre që e shpenzojnë pasurinë e tyre në rrugën e Allahut, i ngjan një kokre, prej së cilës mbin 7 kallin, e në secilin kalli ka nga 100 kokra. Allahu ia shumëfishon atij që dëshiron. Surja El-Bakare 261. Ky është bekimi. Kur ti e zotëron paranë në dorën tënde, por kur nuk e lejon atë të hyjë në zemrën tënde. Por kujdes, kjo është thika me 2 prerse. Kur pasuria të bën të harrosh krijuesin, ajo pushon se qenë i bekim. Ajo shndërrohet në një kurth hynor ku Allahu të jep çdo gjë që dëshiron në këtë botë, vetëm që ti të zhytesh më tej në harres. Njeriu i pasur shpesh bie në iluzion se është i pavdekshëm, se paraja e mbron nga çdo gjë. Sa herë kemi parë njerëz që sapo urritet pasuria, urritet edhe arroganca. Sapo ushtohen shifrat në bank, ushtohet edhe largësia nga xhamia dhe nga sexhadia. Allahu i lartësuar na tërheq vërejtje me fjalët që të rrënqetin trupin. Jo, vërtet, njeriu kalon çdo kufi, bëhet arrogant, sepse e sheh veten të vetë mjaftueshëm, të pasur. Por vërtet, te Zoti yt është kthimi. Surja Al-Alaq 6:8. Dhe profeti ynë i dashur alayhi salam, i cili e njihte mirë natyrën njerëzore, në lë një paralajmërim që duhet të na zgjojë nga gjumi i gjatë. Për çdo popull ka një sprovë, dhe sprova e popullit tim është pasuria. Mendoje mirë, sprova jote nuk është varfëria. Sprova jote është pikërisht ajo që ti po e kërkon me aq ngulën çdo ditë. Ditën e gjykimit, kur të gjithë njerëzit tanë do të na kenë braktisur, kur rrobat e shtrenjta do të zvendçohen me një qefin të thjeshtë të bardhë, askush nuk do të pyetet për markën e makinës apo sipërfaqen e shtëpisë, por secili prej nesh do të ngrihet para sundimtarit të universit dhe do t'jap llogari. Profeti alayhis salam ka thënë se këmbët e njeriut nuk do të lëvizin atë ditë pa u pyetur për 4 gjëra, dhe për pasurinë, ndryshe nga çdo gjë tjetër, do të ketë 2 pyetje. Për pasurinë e tij, se si e ka fituar dhe në çfarë e ka shpenzuar. Nëse e ke fituar me haram, me mashtrim apo me kamat, ke dështuar. Nëse e ke fituar me halal, por e ke shpenzuar në mendje madhësi, luks dhe rrugë që Allahu ju urren, përsëri ke dështuar. Prandaj, shikoje Kur'anin se si emëron paratë dhe fëmijët tuaj. Ai nuk i quan shkak lumturie, por i quan me emrin e tyre të vërtet. Dhe dijeni se pasuria juaj dhe fëmijët tuaj janë vetëm një sprovë për ju, dhe se tek Allahu është shpërblimi i madh. Surja Enfal 28. O robi Allahut, mos lejo që ajo që do të lihet pas në këtë tokë të prish atë që të pret në amshim. Përdore pasurinë si një urë për në xhenet, përpara se ajo të bëhet një mur që të ndan nga mëshira e tij. Zgjedhja është e jote. Do ta zotrosh ti pasurinë, apo do të lejosh që ajo të zotojë ty? Fitore nuk është të kesh shumë. Fitore është të jesh i kënaqur me atë që ke dhe ta shpenzosh në rrugën e tij.